Selam aleikum, hoqë thot, kur I prenë thojt e këmbës dhe të duarve, a duhet me u lajt, pra me marrë gusëll apo jo? Aleikum selam, rahmetullah. Nuk lidhet gusli me prerjen e thojve, nuk lidhet. Por unë e preferoj që ditën e gjuma, besimtari me lanë çdo gjuma me I prej thojt, e me marrë gusëll, e me I vesh rrobat e pastërta, edhe nëse I ka pas të pastra I ka vesh për shembull një ditë ose gjysmë dite përpara, s'ka lidhje në momentin që merr gusëll për me shku në xhuma, ndroj gjitha rrobat, trajtoje ditën e xhuma në mënyrë ekstra, në mënyrë ekskluzive, shkon në xhuma me gjitha rrobat e pastërta. Po flas në kushte normale, nuk po flas në kushte pamundësisë. Mirë, në këtë formë vepron, e këto është mirë gusëll me marrë dhe me I prej thojt durve të kame, por nuk ka lidhje kjo në mes vete, domethënë nuk prish punë në raste të tjera.